Se ti nuk kupton dot natyrën e tyre. E nisin me një fjalë dhe pastaj hidh topin aty dhe vazhdon biseda, e kupton? E kuptoj. Po të gjitha këto rrënjosin tek fëmia dhe ai në jetë kur të rritet, ajo nuk shmanget asnjëherë. Ajo rri aty. Pastaj mund të ri për 10 vjet, për 20 vjet lëgjurëm dhe pastaj dhe ata kanë krijuar martesën e tyre, fillojnë modelin që kanë të rrënjosur në kokën e tyre nga këta dy prindrit e parë. Lindita në këtë aspekt, sepse më duk shumë interesante domethënë materiali që na dhe doja të ndalesha pak tek pjesa e një lloj detyrimi ekzistent që ka partneri në momenti kur firmos atë martesën e celebruar për mos të tradhtuar, pra është ai betimi që bëhet paraprak që bashkë deri në fund. Kuptova. Në Shqipëri ne vetëm shkruajmë atje që shkëmbejmë biemrat, shkëmbejmë unazat edhe kaq u kry. Ke parasysh, ndërsa jashtë shtetit, nga eksperiencat e mia, se unë kam lëvizur dhe jashtë shtetit, aty shkruhet dhe gjithçka, për shembull, për pronat, për këtë, për atë dhe ndajnë që aty dhe i saktësojnë që aty vetëm martesë ose vetëm bashkëjetesë dhe asgjë tjetër. Se pastaj në këto tradhtit bashkëtorë ne na lind dhe një gjyq më vete për pronat, për pjestimin e pasurisë. Ajo është një bombë tjetër më vete. Ajo është Imagjino që një divorc nuk mbaron as për 1 vit, as për 7 vjet, se do bëhet pjesimi i pasurisë. Dhe kjo është gjëja më e keqe në Shqipëri që ligjvënësit tanë duhet ta kenë në konsiderat këto zyrat juridike që janë pranë në institucione më të larta, sikur se është Kuvendi Popullor ose dhoma juridike e tyre, studiot e tyre, duhet ta marrin shumë konsiderat këtë pjesën e ligjit dhe neneve që përcaktojnë një martesë kur ajo shfaqet në gjendje civile. Zonja Ela, si e mendoni ju qasjen e zonjës Lindita në lidhje me martesën, tradhtin dhe sidomos faktin që ajo e preku pak më parë që është diçka që i ngel njoll zhvillimit psikologjik të fëmijëve, po nga krau tjetër nuk është i detyrim ose obligim të jesh besnik gjithë jetën sepse mund të devijojë situata nga duart. Unë faktikisht e mendoj ndryshe këtë gjë, sepse kur vendosim që të martohemi dhe të lidhim jetën me dikë, është përgjegjësi. Ke disa detyrime kundrejt bashkëshortit apo bashkëshortes në rast të parë. Në rast të dytë, ne nuk është se ne nënshkruajmë vetëm në bashki, thjesht bëjmë një ndryshim emri dhe kaq mirupafshim se cili ka jetën e tij, në fund fare unë plotësoj nevojat e mia, ti nevojat e tua dhe i mbyllim gjërat, bashkohemi ndarke aty në shtëpi dhe domethënë flasim çfarë ke bërë ti gjatë ditës, ku ke shkuar, me kë ke shkuar dhe unë të tregoj ty përvojat e mia, nuk është normale, për mendimin tim në konceptin tim. Ne bëjmë martesa edhe në xhami, bëjmë martesa edhe në kish dhe bëjmë një betim aty përpara. Themi do të jemi bashkë në të mirë dhe në të keqja. Duket sikur kemi lidhur jetën dhe sikur kemi vënë zinxhirin njëri tjetrit, nuk është e vërtetë. Nuk është se kemi vënë zinxhirin njëri tjetrit, por besnikëria është diçka vullnetare që ti e ke pranuar. Pikërisht, por janë 2 person adult, janë 2 njerëz të rritur që mendoj do duhet ti mendojnë mirë këto gjëra, sepse nuk është se e kemi jetuar në një shoqëri që ne nuk dim asgjë, kemi një folder bosh në mendimin tonë. Ne kemi parë tradhti, kemi parë që një burr, një bashkëshort është i pakënaqur ndoshta nga gruaja dhe ka shkuar të gjej prejen apo kënaqësinë, lumturinë me dikë tjetër. Domethënë i kemi parë, i kemi dëgjuar këto gjëra. Atëherë çfarë mund bëjmë ne për të mos arritur në këtë fazë është që të mundohemi të gjejmë bashkëshortin apo bashkëshorten e duhur që të na plotësojë atë kënaqësinë tonë dhe të qëndrojmë besnik tek e fundit familjes, sepse është përgjegjësi e them edhe një herë shumë e madhe. Nuk ngelet gjëja vetëm në çift, por sikur se tha dhe zonja Lindita, përfshihen fëmijët. Domethënë, ti në momentin që bëhesh me fëmijë, nuk duhet të mendosh më vetëm për kënaqësinë e vetes tënde, por ke jetë të tjera përpara që i ke sjell ti në jetë. Po shoh dorën që po lëviz kokën në formë pohuese, si e mendon kështu? Po jam dakord, sepse në momentin që përfshihen fëmijët, atëherë ke edhe një përgjegjësi tjetër. Nuk ke vetëm përgjegjësi personale. Po ndaj partnerit. Patjetër edhe ndaj partnerit. Tani nuk mund të them se çiftet duhet të rrinë patjetër së bashku, në rast se nuk funksionon, sigurisht që jo, por duhet bërë përpjekje. Për të dyja palëve, aq sa të jetë mundur, një përpjekje për të qëndruar së bashku për hir të fëmijëve. Sepse studimet besoj psikologjike vërtetojnë se një fëmijë rritet më i lumtur dhe më i sigurt në praninë të 2 fëmijëve. Nëse është e mundur, Edhe diçka tjetër doja të shtoja, përpara se ta mbyll me këtë pyetje, doja të thoja që
Varet se si e lidhin jetën dy persona. Ka njerëz që ka çifte që janë çifte të hapura. I komunikojnë çdo gjë paraprakisht, përpara se ata të marrin hapin për të martuar. Bin dakordsi me njëri tjetrin. Grua e dashur, ne do të jemi së bashku, por unë kam kënaqësitë e mia, kam jetën time. Ndoshta një ditë unë mund të dashurohem me dikë tjetër dhe dua që ti këtë gjë ta mendosh. Ekziston? Po ka çifte të tilla. Ka çifte, ekzistojnë çifte të tilla, janë shumë të rralla sepse shoqëria jonë faktikisht ka një mentalitet tjetër. Jemi rritur me familje me tradita, me zakone, jemi rritur me një familje që, domethënë, na duket çudi. E kupton, pavarësisht se janë gjëra që kanë ndodhur, nuk është se ka ndodhur vetëm tani në demokraci ose në vitet e fundit, ka ndodhur edhe shumë më herët. Tradhtia është një çështje që lidhet shumë kohë më përpara. Por që mendoj, nëse ti e diskuton më përpara dhe tregohesh i hapur, i drejt për drejt me bashortin apo bashorten dhe ajo të pranon, atëherë jemi dakord. Pse jo? Domethënë ajo të pranon ty të pëlqen për atë që je dhe në fund fare thot edhe nëse ai do të ketë kënaqësi të jetë me një grua tjetër tek e fundit më ka zgjedhur mua për bashorte, e pranon këtë gjë dhe shumë çifte e kanë pranuar, ndoshta për shkak të pozitës ekonomike, ndoshta edhe për arsye të tjera, nuk pranojnë ndarjen, pranojnë të rrinë çift së bashku, e kupton? Thjesht për këtë arsye. Pra, nëse diskutohet më herët dhe bin dakordsi, po patjetër. Por nëse ti i premton asaj femre apo atij mashkulli që do të duheni, do të jeni bashkë dhe tradhtia nuk do të ndodh kurrë midis jush dhe ndërkohë ti bën jetë të dyfish nga ana tjetër, mendoj se është diçka që nuk duhet të ndodhë. Të Dori, në fakt, edhe nga fusha që ti trajton prej vitesh tashmë, ke parë shumë pikpamje qoftë edhe fetare, teologjike edhe aspekte tjera historike, do doja të ndaj me teleshikuesit tradhit më të mëdha historike që janë bërë, që ti mendon se kanë pikasur më shumë dhe njerëzit janë të interesuar të dinë. Ose që kanë lënë gjurmë në histori, nëse mund të themi. Një nga tradhit më të mëdha që mbahet, që është edhe në aspektin teologjik ose fetar, është tradhtia e Judas Iskariotit ndaj Jezu Krishtit, që pak a shumë të gjithë besimet fetare e njohin si tradhtia më e madhe. Që është e vërteta, sepse Juda i ktheu shpinën ortakut tim më të ngushtë, që ishte Jezu Krishti, për pagesë shumë të vogël. Pra ka ngelur edhe në gjuhën popullore që një person që shitet për shumë pak paralet të temë, ose për nevoja materiale shumë të vogla dhe i kthen shpinën ose tradhton ortakut ose familjarët e tij më të ngushtë. Por ama nuk duhet harrojmë një rast në histori, është rasti i Persisë. Në momentin që Aleksandri i Madh sulmon dhe pushton Persin, një nga gjeneralët e armikut të tij, që ishte Dariusi, pra mbret ose perandori i Persisë, një nga gjeneralët e tradhton mbretin e tij dhe bëhet me Aleksandrin, në mënyrë që të duket i mirë me Aleksandrin, sepse ai mendonte se perandoria perse do shembej dhe në momentin që fiton Aleksandri ai do ketë favore dhe do vendoset si më këmbës, ose le të themi kryeministër ose si zëvendës i dytë mbas Aleksandrit. Por historia na tregon që nuk ndodhi kështu në fakt, dhe e kundërta ndodhi, sepse Aleksandri, duke e vlerësuar armikun e tij, dhe pse e kishte armik, mbretin e Persisë, ai e vlerësonte por edhe respektonte si të tillë, në momentin që ju bë kjo ofertë nga ky tradhtar i mbretit të Persisë, ai e ekzekuton në fakt. Dhe ka ngelur në historinë botërore që ky tradhtar, edhe pse u mundua të kalonte në anën tjetër, në fakt u ekzekutua dhe ka ngelur në histori me një emër shumë të keq në fakt. Po, tradhtia bashkëtorë si konceptohet përveç vizionit tënd, po flas edhe në aspekte fetare. Në aspektin fetar, në historinë e Europës dhe të botës, në fakt, ka qenë krijim shumë i rëndë, i dënueshëm, edhe me vdekje. Por sigurisht duke ardhur sot në epokën e shekularizmit ose të sekularizmit, pra që jemi sekular laik dhe shteti është i ndarë nga feja, sigurisht ajo konsiderohet thjesht si një divorc mekanik, thjesht një divorc institucional më tepër. Një proces i shtatë zënë lidhje që patjetër institucional dhe nuk ndëshkohet dhe nga ana morale, të paktën jo nga shteti dhe institucionet. Në pikpamje fetare, në sensin e një dimensioni tjetër, pra është i dënueshëm nga Zoti tradhtia? Patjetër, nuk mund të them se jam ekspert i fesë, por nga të gjitha fetë mbasi të mos ato monoteiste,